Dhe ky nikah të cilin e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë e ka sjell nga shpallja që i ka ardhur nga Allahu edhe ka shpjegu për njerëzimin se cili është nikahu i sakt, nuk ka dyshim se është ky nikah, që njeriu kur do të martohet me një grua, shkon te përgjegjësi i saj, që mund të jetë babai i saj, ose nëse nuk ekziston baba, atëherë ekziston vllai, ose gjyshi i saj, ose xhaxhai i saj, ose kush është përgjegjës për të, domethënë i drejtohet atij dhe e kërkon për martesë vajzën. Dhe ky përgjegjës i saj ose kujdestari i saj e marton me lejen e saj, gjithashtu, domethënë me pajtimin e saj, e marton me këtë njeri, me këtë burr, me prezencën e dy dëshmitarëve dhe me caktimin e mehrit. Këto janë kushtet e martesës së saktë ligjshme. Çdo gjë që ka mangësi në këto, domethënë është martesë ose me mangësi ose martesë që është batil, domethënë që nuk është martesë e ligjshme. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka nikah përveç se me përgjegjës ose kujdestar dhe dy dëshmitar. Edhe po ashtu ka thënë, çdo grua që është martuar pa lejen e valiut saj, domethënë pa lejen e përgjegjësit saj, atëherë nikahu i saj është batil, i kot.